një fjalë që kam lexuar që një prej dietarëve të selefit ka thënë, e kemi filluar kërkimin e dijes jo për Allahun, por Allahu nuk ka pranuar ndryshe vetëse kërkimi i dijes me qenë për Allahun. Pra, njeriu kur në mënyrë të vazhdueshme përpjeket edhe interesohet që të merret me dituri, atëherë sikur pra zhvillohet pema kur ujitet shpesh, shkon duke u pastru edhe njeti, derisa veprat jenë të pastërta dhe të qeltërta për Allahun subhanahu wa ta'ala. Me një fjalë, nga veprat më të dashura të Allahut është kërkimi i dijes. Dhe synimi kryesor që duhet me pas në është raf'ul jahli anin nafs, me evitu gjehlin prej vetes son. Kjo duhet me qenë synimi kryesor, pra ne jemi rob të Allahut që na ka krijuar Allahu me adhuru atë. Ne jemi të krijuar me adhuru Allahun. Dhe adhurimi ndaj Allahut nuk bëhet pa dije.